Ministria turke e mbrojtjes tha të njëjtën se një armpushim mes Ukrainës dhe Rusisë duhet arrihet përpara se të zhvillohen diskutime mbi vendosjen e mundshme të trupave për një forcë të mundshme sigurie. Të martën presidenti francez Emmanuel Macron tha se forca ndërkombëtare që do të vendoset në Ukrainë pas një marrëveshjeje të mundshme paqeje do të jetë e përbërë nga ushtarë francez, britanik dhe turq. Ankaraja, që ka mbajtur lidhje të përzemërta si me Moskën ashtu dhe me Kievin gjatë luftës, ka thënë se është e hapur për të diskutuar një vendosje të tillë, por vetëm nëse përcaktohen modalitetet e saj. Së pari duhet vendoset një armpushim mes Rusisë dhe Ukrainës. Më pas duhet vendoset një kuadër misioni me një mandat të qartë dhe duhet të përcaktohet edhe masa, në të cilën secili vend do të kontribuojë, tha ministria në një konferencë për shtyp, kur u pyet për komentet e Macron. Sipas Macron, ushtarët nga Franca, Britania dhe Turqia mund të dërgohen në Ukrainë si pjesë e forcës së sigurisë në ditën e nënshkrimit të paqes. Ata do të vendosen në zona të prapavije si Kievi apo Odesa për të ofruar siguri dhe trajnim, duke shërbyer kështu si një nga garancitë e sigurisë për Ukrainën pas luftës. Vendosja në Ukrainë nuk do të kryhet sipas kuadrit të NATO-s, por si pjesë e një koalicioni ndërqeveritar, tha Macron. Ne kemi rreth 20 vende që tashmë kanë thënë se çfarë janë të gatshme të bëjnë, qoftë në ajër, në tokë apo në det, tha presidenti francez. Rusia ndërkohë ka refuzuar vazhdimisht praninë e trupave të NATO-s në territorin e Ukrainës si pjesë e çdo marrëveshjeje paqe.